Në qoftë se lëmënjan këto transformimet e mëdha fizike, zhurmën digjitale, nostalgjinë, lodhjen politike, çfarë mendoni që mbetet akoma në zemër të këtij qyteti të Tiranës? Brenda të kaosit gjerminar, të sekond librit, aty ka flitet shumë në një mënyrë personale, flitet shumë për gentrifikimin, flitet shumë për mungesën e alternativës, për koshat e ri të bashkisë. Koshat e ri të bashkisë, të cilat kanë qenë gjithmonë një flamur i madh i progresit në Tiranë dhe i fshehjes pas gishtit. Po të heqim dot Tiranës, mua do më mbeten dy gjëra. E para është paradoksi. Unë më duhet sikur jetoj në mbretërinë e paradoksit dhe është një nga arsyet që unë nga Tirana do duhet largohesh aty, vetëm për ndonjë arsye madhore. Është shumë argëtues, është stresues, prap të plak para kohë, por është argëtuese, ka temp për mendim, ka për thelb, ke stimul për ty për të evoluar etj. Dhe gjëja që pastaj kjo ndoshta ka të bëjë për faktin që jam i lindur këtu, apo nuk e di, historia familjare, është Grosia e Tiranës. Kam jetuar me vite diku në një qytet madh, në atë qytet madh, për takuar timlla, duhet merrja një orë e gjysmë autobusa, trena, makina, bëta një qytet. Ose do ta bëni me plan, takohemi me shoqërinë, takohemi të njëjtën e ardhshme në Tiranë. Grosia është që ti bën një telefonat dhe njerëzit marrin vendimin që për 20 muaj të jenë aty